që ky iluzion optik s'po ka kuptim. Qyre që t'kanaqet Coca-Colës. Apo doket e kuqe, këtu është triku, kanaqja s'është e kuqe heq, po ty veç doket, e nëse nuk më beson, afroje dhe shef foton që është e krijuar veç me vijat bardha edhe të zeza. Po pse na e shohim si të kuqe? Ky iluzion funksionon sepse sistemi ynë vizual është kompleks. Truni nuk sheh një ngjyrë thjesht siç është fizikisht, po e interpreton atë në raport me ngjyrat edhe me modelet që rrethojnë. Studimet e perceptimit tregojnë se një sipërfaqe e hentë ose neutrale mundet me u duk sikur ka ngjyrë të ndryshme varësisht prej sfondit që e shoqëron. Ky mekanizëm quhet kontrast kontekstual ose kontrast i njëkohshëm i ngjyrave. Tek iluzioni me kanaqjen e Coca-Colës, vijat edhe sfondi krijojnë kushte që ndryshojnë mënyrën se çu truni e përpunon informacionin vizual. Edhe kur vet imazhi i kanaqjes nuk përmban të kuqe, shikuesi shpesh e percepton atë si të kuqe dhe arsyeja është sepse truni nuk mbështetet veç te drita që arrin në sy, po edhe te pritjet edhe te kujtesa. Coca-Cola ka një ngjyrë shumë të njohur dhe të ruajtur në kujtesë, ndaj truni e rikthen atë ngjyrë dhe kur fizikisht mungon. Kërkimet tregojnë se ngjyra e perceptuar ndërtohet përmes krahasimit. Truni e analizon ndryshimin, kontrastin edhe raportet midis objektit dhe sfondit. Lloyd dhe kolegët panë që ky efekt është më i fortë kur objekti ka formë ose identitet të njohur krahasuar me figurat e thjeshta. Kjo mbështet idenë se kujtesa dhe njohja e objektit ndikojnë në mënyrën se çysh perceptohet ngjyra edhe forma. E ti qysh po e sheh kanaqen? Atë zezë, atë kuqe. Kallëzom komente dhe për më shumë video si kjo, bëja subscribe përbani në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.